Punojësit policor të sektorit për punë të brendshme në Tetov dje nga ora 12 deri në orën 17 në zonën Tetov Gostivar kanë kryer aksion kontrollues në qendër të cilit kanë qenë korekcia teknike automjeteve të ndërmarrjeve komunale. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 11 shkelje, nga të cilët 3 për shkak të parregullsive në frena, 6 për shkak të regjistrimit të skaduar dhe 2 për parregullsi në pajisje tjera të automjeteve. Gjithashtu janë konstatuar dhe sankcionuar 7 shkelje që kanë të bëjnë me drejtimin e paligjshëm të automjeteve, drejtimin me masë mbrojtëse ndalesë të shënuar në patent shofer ose mos mbajtjen e patent shoferit. Gjithashtu janë sankcionuar 5 automjete të parkuara gabimisht, të cilët janë marrë nga shërbimi komunal i Merimanga, si dhe 8 lloje të tjera të kundërvajtjeve rrugore. Sektori për punë të brendshme në Tetov edhe një herë apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor që rregullisht të kontrollojnë korekcinë teknike të veturave të tyre, t'i drejtojnë vetëm persona që posedojnë patent shoferi përkatës dhe të regjistrojnë automjetet me kohë. Këto kontrolle do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim në funksion të rendit dhe sigurisë më të madhe në komunikacion në zonën e sektorit për punë të brendshme në Tetov.